Inteligjenca e lartë shpesh lidhet me një mbingarkesë nervore. Truri i njerëzve shumë inteligjent nuk pushon kurrë. Ky ritëm i pandalshëm analitik i bën ata të dyshojnë, të rikontrollojnë dhe të analizojnë çdo sjellje të një partneri të mundshëm. Kjo i ngadalëson në dashuri. Sipas studimeve të psikologjisë sociale, njerëzit inteligjent bien më rrallë në dashuri me shikim të parë. Ata nuk i besojnë emocionet e menjëhershme, e shikojnë dashurinë si proces, jo si shpërthim. Njerëzit me inteligjencë më të lartë kanë frekuencë të ndihen më pak vetëm kur janë vetëm. Ata e mbushin vetminë me mendime, projekte, krijimtari, gjë që i bën të mos e kërkojnë partnerin vetëm për të mbushur boshllëqen. Inteligjenca e lartë shoqërohet me një hipervëzhgim. Ata shohin mikromin, shenja të vogla mosinteresi, kontradikte në fjalë apo gjëra që shumica njerëzve nuk i kuptojnë fare. Sa më inteligjent të jesh, aq më shumë ndjen kur një marrëdhënie është e gabuar, ndaj ikën shpejt. Preferojnë të largohen herët sesa të konsumohen emocionalisht dhe të largohen vonë. Sipas një studimi të Universitetit të Oxfordit, ai sugjeron se njerëzit me inteligjencë të lartë kanë më pak gjasa të mashtrojnë dhe në të njëjtën kohë i kuptojnë shpejt ata që janë mashtrues. Kjo i bën ata më selektiv. Inteligjenca e lartë lidhet ngushtë me standardet emocionale dhe morale të larta. Jo standarde luksi, por standarde vërtetësie, sinqeriteti dhe logjike. Këto standarde shpesh nuk plotësohen nga shumica e njerëzve. Njerëzit inteligjent ndonjëherë ndihen vështirë për të dashuruar. Jo sepse janë të ftohtë, por sepse kërkojnë dikë që i kupton në nivele që nuk janë të zakonshme. Shumë prej tyre kanë një dashuri të madhe gjatë jetës, një lidhje e rrallë që mbetet e paharruar, dhe shpesh kjo përvojë e thellë i bën dhe më të kujdesshëm kur hyn në lidhje të reja. Truri inteligjent është më i ndjeshëm ndaj zhgënjimit. Analiza e tepruar i bën njerëzit inteligjent të shmangin marrëdhënie të dobta sepse e parashikojnë fundin përpara se të fillojë. Por të qenit vetëm nuk është një përvojë e tmerrshme. Në fakt është një kënaqësi absolute, por vetëm nëse di ta shfrytëzosh këtë kohë në mënyrë të mençur. Kur nuk ke askënd që t'ju pengoj apo t'ju tregoj se çfarë të bëni, keni mundësinë e rrallë për të zbuluar thellësitë e vetes. Të qenit i vetëm nuk është i barabartë me vetminë. Dikush që është në një marrëdhënie mund të ndihet më vetëm se dikush që është vetëm. Kur ju jeni vetëm, keni mundësinë të kuptoni mendimet tuaja të brendshme, të mendoni se kush është i përsosur për ju dhe ndoshta të ndjeni intuitivisht se dikush i veçantë të vijë në jetën tuaj. Zakonisht njerëzit e zgjuar shpesh marrin më shumë kohë për të gjetur dashurinë, sepse nuk mjaftohen me njerëzit të rëndomt. Ato e dinë se dashuria e vërtetë nuk është vetëm tërheqje fizike, por më tej një lidhje mendore dhe emocionale. Ata e dinë se çfarë kërkojnë nga një partner. Çdo takim është një provë për të parë nëse personi tjetër përmbush standardet e tua. Ky proces mund të duket i ngadaltë dhe kërkues, por ai garanton që vetëm ata që janë në nivel të ngjashëm intelektual dhe emocional të përfundojnë së bashku. Njerëzit inteligjentë kanë një tendencë të zgjedhin partner me aftësi të ngjashme mendore. Kjo sepse truri i tyre kërkon stimuj të vazhdueshëm, dialog dhe sfida mendore. Kur nuk e gjen tek personi tjetër, mund të ndihen të vetmuar edhe pse fizikisht janë vetëm. Një pamje e bukur ose një buzëqeshje mund të tërheqë vëmendjen fillimisht, por një lidhje e qëndrueshme lind nga bashkëpunimi i mendjes, empatia dhe aftësia për të kuptuar njëri tjetrin në nivel më të thellë. Edhe nëse je vetëm,
dhe nuk e ke gjetur dashurinë, nuk është dështim. Është një proces natyral që të lejon të zhvillosh veten, të kuptosh se çfarë do dhe të presësh momentin kur dikush i veçantë do të futet në jetën tuaj. Dhe kur të ndodh, lidhja do të jetë e fuqishme, e pandarë dhe jetë gjatë. Niveli yt i inteligjencës mund të jetë arsyeja pse nuk arrin dot të gjesh dashurinë. Të qenit vetëm nuk është një dënim, nuk është një bëshllok që të gërryen nga brenda. Për shumë njerëz, sidomos për ata që mendojnë thellë, të qenit vetëm është një streh e qetë, një territor ku askush nuk të shtrëngon, nuk të kontrollon dhe askush nuk të tërheq nga rruga jote e brendshme. Në atë hapësirë të heshtur ku çdo gjë ngadalësohet, fillon procesi i njohjes së vetes. Shumë njerëz e ngadarrojnë vetminë me ndjenjën e të qenit i braktisur, por nuk është kështu. Mund të jesh në një lidhje, të flesh çdo natë pranë dikujt e megjithatë të ndihesh më borxh se dikush që del për darkë me veten e vet dhe është plotësisht i qetë me këtë gjë. Të qenit vetëm është luks për njeriu që e kupton vlerën e tij. Është koha kur dëgjon mendimet që zakonisht i mbyt zhurma e botës. E vërteta është se disa njerëz, sidomos ata inteligjent, e kanë më të vështirë të gjejnë partner. Jo sepse nuk duan, as sepse nuk janë të aftë të duan, por sepse nuk kënaqen me pak. Mendja e tyre analitike nuk u lejon të hyjnë në marrëdhënie që përkohësisht duken të mira, por në thelb nuk qëndrojnë dot gjatë. Njerëzit inteligjent kanë kërkesa të qarta, jo tek egoja, por tek integriteti. Ata nuk kërkojnë përsosmëri, por koherencë, duan dikë që flet, mendon dhe vepron njësoj si ta. Dikë që nuk lodhet nga bisedat që fillojnë thjesht dhe përfundojnë në tema që të bëjnë të shohësh botën me sy të tjerë. Për ta, një takim nuk është thjesht një kafe, është një test i heshtur. A je ti njeriu me të cilin mund të ndaj mendimin tim më të thellë pa u gjykuar? Prandaj, shumë prej tyre mbeten vetëm gjatë, sepse pak njerëz arrin të ecin në të njëjtën gjatësi vale me ta. Inteligjenca nuk është thjesht nivel njohurisë, është një ritëm mendimi, dhe kur ritmi yt është i veçantë, do të duhet kohë të gjesh këdo që mund të vallëzojë pranë teje pa u rrëzuar. Por ka dhe një tjetër arsye, njerëzit inteligjent nuk mashtrohen lehtë. Ato lexojnë gjuhën e trupit, nuancat e zërit. Ajo pauza e vogël pas një fjale që duket si e shtirur. Shikojnë më shumë se çfarë thua. Shikojnë çfarë nuk po thua. Dhe pikërisht këtu bie në sy edhe më shumë vlera e tyre. Ata kërkojnë një sinqeritet të pastër, jo fjalë të bukura, jo premtime të zbrasta, vetëm të vërtetën. Një gënjeshtar mund të mashtrojë botën, por jo një mendje e mpretshme, dhe një marrëdhënie pa të vërtetë për ta është një derë që nuk hapet kurrë. Por ja sekreti që pak e pranojnë. Njerëzit e zgjuar nuk janë të destinuar të qëndrojnë vetëm përgjithmonë. Ata janë të destinuar të gjejnë dikë të rrallë, dikë që nuk bie në sy të turmës, dikë që ndoshta vjen vonë, por kur vjen, ndryshon gjithçka. Dhe pikërisht, sepse e kanë pritur gjatë, ato e kanë analizuar thellë dhe nuk janë të kënaqur me zëvendësime. Dashuria e tyre bëhet më e fortë, më e qëndrueshme, më e vërtetë. Të jesh vetëm nuk është humbje, është investim. Është një fazë ku ti ndërton veten, përgatit zemrën dhe rrit standardet. Sepse kur më në fund vjen njeriu i duhur, ti nuk kërkon më mundësi, ti e njeh me njëherë destinacionin. Në fund të fundit, është më mirë të ecësh i vetëm për një kohë sesa krah dikujt që të shuan dritën. Mos u dorëzoni kurrë. Për shembull, George Clooney, aktori i njohur amerikan, u martua për herë të parë në moshën 53 vjeçare. Para martesës ai ishte një nga burrat më të kërkuar në Hollywood, por priti derisa gjeti partneren që e plotësonte intelektualisht dhe emocionalisht. Meryl Streep,
Aktorea legjendare u martua në moshën 34 vjeçare. Përpara martesës, ajo ishte përqendruar fort në karrierë, duke rritur famë dhe sukses. Ronald Reagan, presidenti i 40 i Shtetet Bashkuara, u martua për herë të parë me Nancy David kur ishte 52 vjeç, një marrëdhënie ndërtuar mbi respekt dhe përputhje mendore. Studime të ndryshme tregojnë se njerëzit që martohen më vonë kanë shpesh marrëdhënie më të qëndrueshme. Ato kanë patur kohë të zhvillojnë karrierë, të kuptojnë vetveten dhe të zgjedhin partnerin me shumë kujdes. Ndaj nëse jeni beqar dhe jeni inteligjent, mos u dorëzdoni dhe mos u dëshpëroni kurrë. Më e mira ka për të ardhur për ju.